Nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Vijojmë edhe sot me një nga vrasjet e tjera, me atë që unë e quaj Okelio, 100 vrasje më të bushme në historinë e qytetit shqiptar, pra botimi që unë kam bërë në vitin 2017 dhe një nga ato ne do ta trajtojmë sot. Personazhi sot është Prenk Bip Doda, një personazh i jashtëzakonshëm i viteve të para të shtetit shqiptar, zëvendës kryeministër në qeverinë e Turan Pashpërmeti, por edhe një personalitet i kohës në shumë aspekte. Ai kishte qenë dikur ushtarak në Perandorinë Osmane, prisi fisit të Gjërmarkave në Mirdit, dhe Mirdita ishte jo thjesht origjina, shtëpia e tij, por ishte dhe vendi ku ai kishte sjellë cilësitë më të mira të veta. Megjithatë, unë do kujtoj që në vrasjen e Ismail Qemalit kam përmendur një shprehje të Prenk Bip Dodës. Ky është Prenk Bip Doda, i cili tha princ Vitit, nëse do që Shqipëria të bjerë në qetësi, duhet të vriten Ismail Qemali, Esat Pashtoptani dhe unë, Prenk Bip Doda. Ja, ky është Prenk Bip Doda. Një burr i jashtëzakonshëm. Ka lindur në vitin 1858 në Orosh të Mirditës. U vra të shtunën në 22 mars 1919 ora 9:30. Ishte 61 vjeç kur u vra, në vendin ku? Në Zejmen të Lezhës. Autori Prenk Gjeto Çoku. Autori ishte djali i prefektit të Lezhës. Dhe vrasja është bërë për akmarrje. Akmarrje, gjakmarrje, e njëjta gjë. Prenk Bip Doda ishte një politikan dhe ushtarak shqiptar që jetoi nga mesi i shekullit të 19 deri në fillim të shekullit të 20. Prenk Bip Doda ishte djali vetëm i Bip Dod Pashës, pris ushtarak i Mirditës. Bip Doda ishte nga të paktët shqiptar katolik, i shpallur nga Pasha, nga Porta e Lartë. Nuk i vrau veshin ajo që thash Bip Doda Pash, ishte i vetmi Pasha, babai i këtij, i shpallur nga Porta e Lartë, duke qenë katolik. Prenk Bip Doda ishte pinjolli i familjes nga më të njohura dhe më me ndikim në Shqipërinë e Veriut. Për miqsinë e tij, Napoleoni III kishte dhuruar shpatën e argjend Bip Dodës, babait të Prenk Bip Dodës. Kemi një fotoregjia, nëse është e mundur, duhet të jetë në fundi i fotove, është Prenk Bip Doda me një shpatë, dhe Napoleoni këtë kishte dhuruar Napoleoni III, një shpatë e argjend, babait të Prenk Bip Dodës. Dhe kjo ka një histori tjetër, se pastaj kjo shpatë u bë dhuratë dhe nga Enveri, një personaliteti rus e tjere. Kjo duhet të jetë, po, Bip Doda, po, kjo shpatë duhet të jetë, po. Këtë shpatë Enver Hoxha ja dhuroi sekretarit parë të Bashkimit Sovjetik, Khrushchev, Nikita Khrushchev, gjatë vizitës tij në Tiranë në vitin 1959. Pra, kjo shpatë sot ndodhet në Moskë. Pasardhësit e Khrushchevit duhet ta kenë. Këtij ja dhuroi Napoleon Bonaparte, Bip Dodës. Bip Doda e dha të birit Prenk Bip Dodës, Prenk Bip Dodën e vran, shpata mbeti në Mirdit, u sekuestrua mbas vitit 1944-45, ja dhanë Enver Hoxhës, Enver Hoxha ja fali Nikita Khrushchevit, ja dhuroi. Pas vrasjes së Prenk Bip Dodës, drejtimin e Mirditës e mori për një farë kohe Lucia, bashortja e tij nga Shkodra. Bashortja e tij ishte nga Shkodra, Prenk Bip Dodës. Paria e Mirditës kaloi tek kapitani Markagjoni, po nga familja e Gjërmarkave. Det Gjërmarku, 89 vjeç, deklarat bujshme për vrasjen e Prenk Bip Dodës. Ai u vra nga njerëz që njihen me emër dhe mbiemër. Në 22 mars vitin 1919, Prenk Pasha kishte pasur ndërmend të udhëtonte nga Durrësi në Shëngjin me anë të detit, por atë ditë ndron mendje dhe udhëton përmes rrugës automobilistike. Në makinën e tij ishte edhe konsulli anglez Eden. Ishte vetë komandant italian që lajmëroi vrasjet për udhëtimin e Prenkës me rrugë automobilistike. Prita organizohet diku pranë Zejmenit, ku kërcet pushka. Prenga ngrihet në këmbë dhe thret: "Më vrisni mua e mos hiqni mbi të huajt, se është kundër zakonit ton." Çfarë akti ka bërë mo? Ata i zumprit dhe fakti kishte konsullin anglez aty, konsullin e njohur Eden në atë kohë, thot: "Më vrisi mua", thot, "po jo anglezit mos e vrisni, se nuk është në zakonin ton." Pashaj dhe disa nga njerëzit e tij vriten, kurse konsulli anglez plagoset në krah, plagoset konsulli. Kështu Prenk Pasha vritet prej italianëve me duart shqiptarëve dhe kjo ndodhi për arsye